Po i kanë shumë turët burrat. Si kanë t'i kapin t'ja fusin me grusht mrapa t'i thyn dhëmbët. Është bërë shoqëria këtu, janë bërë gratë gjitha kurva këtu në Shqipëri. Nuk kanë marrë për keq. Pse se s'ka burrat? Kishte burra, nuk ishin bërë gratë shu. Gam. Influencere, blogere, mullere, fullere. Është burri si e leku në shtëpi. E çunat e shkret pasaj thonë, nuk ka pederasta, nuk gjejnë burra, po ku do gjesh burr ti më? Ti nxjerr bythën aty për ditë në rrjetet sociale me video, do gjeni burr juve. Ku ka burr thot marrja shumë? Mos po the me u bë murgesh, me qenë stil femre, seksi. Po ja me dal këtu me flirtu gjithkohon me kurvëru me burra. Se shikoni burr që ti po kurvëron me tjerë dhe nuk e do atë. Po kur vërove me burra tjerë, a i thot ja nuk më do kjo mu. Nuk më dashuron. Bëjnë si të martume, si të fejume. E fejume kur vëro me tjerë. Po i ka vlla shif jetën tënde. Okej, nëse je modele, kur vëro se je modele, e ke profesion. Po ti si as modele, s'merr lek si modele, s'bën as reklama as e gjë. Qa mu t'i nkërkon në për rrjetet sociale, s'për dridhesh kot? Për dashnori bje, s'për dridhesh. Ore, si është ky kurvërimi këtu rrjetet sociale, është dhe një të reale. Qa mendoni ju që këto gocat që kurvërojnë këtu në rrjetet sociale, bëjnë buzët, bëjnë kështu gjërash, nuk kurvërojnë një të reale? Se është intelektuale ajo dhe si e ka kurv? Ajo mund t'jetë intelektuale kuçk, bën veprime kuçke. E kanë mësu të bëj veprime kuçke. Të kurvëroj. E qa, se është intelektualis do quhet kuçk? Po kurvërove kurvje, edhe katnare edhe intelektuale. Kurvërimi është mëkat. Shesin dhe moral, mbrojnë dhe të drejtat e grave. Këto kurvërojnë vetë, mbrojnë gjysma të drejtat e grave. Gra që kurvërojnë. Qa të drejtet do mbroj mua ajo kurvëron për vetë në vetë publikisht? Ku më mbron do të mua ajo? Nuk të mbron dot një që kurvëron. Një gru që kurvëron nuk të mbron dot. Të mbron vetëm një gru që ruan integritetin e vet. Ajo po të mbron. Shkosh ti kërkosh ndihmë, gru serioze me taban, tradicionale, i thu, e dashur, më ka rënë qaf, ajo të mbron. Sa ajo nuk kurvëron, ajo është gru që punon, është gru që e ka fitu lekun me djerës. Nuk e ka minjen me kurvëru, me bë budalliqe. Pa nuk kam burra këto gra që bëjnë kështu dhe janë gjunaf, mos i gjykoni. Janë pa burra më për zotin. Gjitha këto që nxjerrin bythën me video janë pa burra, nuk kanë burra, janë nga 40 vjeç, pa martume. Majnë dashnor kot, po do merret dashnori do t'i japi men. Mos shikoni ju mu që më dashuroj dashurim. Që ran dashuri me mua dhe më ndihmoi mu që të reflektoja. Po ku i plas burrave trapi se kurvërojnë kurvat më. Pse do rrin do edukojnë kurvat burrat? Ka nerva, ato me zë kanë eduku gratë e veta. Se s'marin pyka, s'ham pyka. Nuk ka burra. Ule zërin se jemi kati lartë se po bërtet shiksi shumë. Ju kërkojnë ndjes. Jeni plequn fakt. Po ti si e edukova? Unë edukova me dhunja, nga fiksimi me edukoj. Më ka eduku babi mu të vogël, më ka gjujt babi erë në shpull mu, më ka kërcit i shpull, edhe vesha i mini fundu. E më kërcet babi një shpull mu mrapshu, pau! U thashun, hiqe fundi, tha, ku del math fund, tha mu. Vish pantalona aty, tha. Edhe vishesha gjithmonë me pantalona unë. Me pantalona gjëra, këshu. Pasaj, kur shkova nga mosha 25, 26, 27, 28, shu, fillovi po më pëlqet e vetja, fillova prap me këto budalliqet e veshjeve, këshu. Nja 3 vjetë më lanë të lirë. Tashi më kapi ky. Ka ja i vit që më kapi ky, ma kej se babi. E di si më tha fiksimi mu. Kisha vesh i diti pal streqe Nike-un, Linda, edhe ishte fiksimi me i quna të në tavolin. Edhe vajta unë bytha zarë fare. Një t'jur në tavolin, unë gjithë po më shikonin mu. Edhe një t'i shku unë aty këtit, pëse s'më ke shkujt e i qasha në tavolin. Më tha mu, ku shko me këto streqet, ti më tha mu, këto janë për shpitha, pas për shpis janë këto streqet, apo janë për palestër, tha. Edhe, qa janë këto streqet, tha, që delti te lokali, më tha mu. Edhe unë, e di si kam ngell, si e dhjerë.
Ika si e dhirë, si e menderosur,